Përshëndetje, unë jam Jorkeida Zhaka dhe kam qenë pjesë e programit të Dream Academy për më shumë se sa 4 vite tashmë. Në takimet tonë të dielave, mu dha mundësia që të njihem me një vajzë që ishte e tërhequr, pak e ndrojtur, por mund ta shikoja që ishte një vajzë shumë e zgjuar. Në prezantimin që pata për tu bërë pjesë e Dream Academy, mora vesh që kjo vajza ishte në fakt vajza e një të burgosuri. Edhe ishte shok shumë i madh për mua se si një person që unë e kisha kaq afër përditshmërisë time dhe e takoja çdo javë, në fakt ishte duke kaluar shumë më tepër nga unë mund të shikoja në ato takimet e të dielës. Mora vesh për vështirësitë të saj dhe të mamasë së saj, sfidat që ato kishin, problemet e saj emocionale, marrëdhënien që kishte me të dy prindrit, vështirësitë ekonomike dhe çdo gjë tjetër që sjell të qenurit fëmia e një të burgosuri. E shikoja që në për takime tashmë nuk rritej më vetëm me një shoqe tjetër, po ishte duke u angazhuar me shumë persona të tjerë. Merrja vesh se si në mënyrë të vazhdueshme ajo merrte iniciativa të reja në shkollë, bëhesh kryetare e një grupi të caktuar dhe kuptova që kjo vajza kishte shumë më tepër potencial nga ç'ajo shikonte për veten e vet. Në bisedat tona, frustrimi i vetëm që unë kisha, ishte se unë e shikoja shumë të madhe nga që shikonte ajo veten e saj. Edhe kur e pyesja për talentet e saj, kur e pyesja për atë që ajo dëshironte, shikoja një vajzë me potencial shumë të madh, por me ëndra shumë të vogla, aq sa ja lejonte bota e saj. Edhe në vite patë mundësinë që të mund të thellonim një marrëdhënie që unë ta inkurajoja që ajo të ndronte pak më shumë dhe ta shikonte veten e vet pak më të madhe. Zbulova për fushatën ndriçoj një udhë edhe më duk mundësi shumë e mirë për të investuar në të ardhmen e këtyre fëmijëve. Jam e lumtur që të kem mundësi të kontriboj patjetër unë për veten time, por do të ftoja edhe ty të bësh të njëjtën gjë.